Me aq sa kam dëgju kështu prej eksperiencave të mia, mendoj se një kërkesë absurde që po më vjen kështu te para në mend është kur dikush kërkon ish partnerin e vet tek një person i ri. Mbase është ajo, si të them, kujdesi apo çfarë do që ka qenë, nuk po di më janë gjithë një emër, që e bën të ndihet më rahat edhe kërkon gjithmonë te një person tjetër, mendoj që është absurde, si prej anës së vajzave, ashtu edhe të djemve. Arber, për ti personalisht, cila është një kërkesë e çuditshme që dikush ta apo? Që ma ka bo, ose që më doket, më mirë se ma ka bo pak që më doket e çuditshme është kur kërkon një person ose partneri kërkon me të tjetërsu. Dhe me thonë të nje si arbër, të nje veti, të nje të mira, të nje të këshia, të atë njëtën kohë dënë me e kryu një person tjetër brenda personalitetit tonë që e ke kryu me vitët tonë. Për shambull, jenë lidhje për 5 vjetë, ti e ke ndërtu një karakter ndoshta që 30 vjetë, dhe për 5 vjetë e fundet që jem me një partner, a i të në tonë me të tjetërsu, me të bo komplet një person tjetër, që kjo është kërkesë absurde për menimin tem, ose edhe një diçka tjetër që më vjen në mend, është që ti vazhdojnë flet, po flasë për veti, jam goxha shumë i sinqert në secilin aspekt, dhe në momentin kur ti fleti të regon, cilat janë qka preti prej partnerit, qka kërkesat tua, dëshirat edhe krejt sanën tjera, mënyrën qysh e shetit ardhmen me to, ose pa to, ose qysh e ke po të ardhmen para se me konë me to, edhe të vjen një përgjigje e atil mas një kohë që jo, unë e komendu që mujna me bo një zgjidhje ndërkohë, apo me ndru pak të se s'mujmë qështu.